3 vite pas ekspozitës së parë, ish punonjësi i dikurshëm i atij që dursakët e kujtojnë si Pallati Rinia, Flamur Jakupi, vjen me një tjetër ekspozitë fotografike. Në 80 fotot e ekspozuara në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia, Jakupi sjell shumë çka nga vërmëtaritë artistike dhe kulturore në qytetin e Durrësit gjatë 2 dekadave jetë të këtij institucioni kulturor dhe emrave të njohur të artit durrësak që u bën pjesë e këtyre aktiviteteve. Ekspozita i referohet punës aktivitetit artistik dhe kulturor të institucionit të Pallatit Rinia, ish Pallatit Kulturës Rinia, që tashmë ka vite që nuk ekziston më. Rrugtimin e pallatit e nisi në 18 prill të vitit 68 dhe vazhdoi deri në verën e vitit 91. Një kohë e shkurtër, 23 vjeçare, por aktiviteti që kreu është tepër mallor. Me foto të nxjerra nga arkiva e tij personale, Jakupi sjell paradarsi durrësak, pak nga nostalgjia e dikurshme e historisë së Pallatit Rinia. Për ish drejtorin e këtij institucioni Bujar Qesja, ekspozita përfaqëson një moment të veçantë, sepse hidhet më shumë dritë mbi aktivitetin mbi 20 vjeçar të këtij institucioni, që ka lënë gjurmën e tij në historinë e zhvillimit të artit dhe kulturës durrësake. Është një moment i veçantë, pasi evokohet një histori e shkëlqyer e artit durrësak në periudhën kur ky pallat funksionoi për 20 vite, nga 68 deri në 88-90. Dhe është merita, me thënë drejtën, e Flamur Jakupit, i cili ka 30 vite që ka emigruar në Itali, por brenda atij ka mbetur e paprekur ajo periudhë kulmore e artit amator durrësak, ku Pallati Rinia u kthye në një tempull të organizimit të gjithë veprimtaritë kulturore artistike që zhvilloheshin në qendrat e punës dhe të prodhimit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më datë 12 nëntor, nga e marta në të diel.